Dëgjues të Radio Reporterit, përshëndetje, mirë se vini në podcastin e radhës online ku sot do të flasim për studentët të rinj, të cilët janë në departamentin e gazetarisë dhe komunikimit, po jo vetëm, ata të rinj të cilët zgjedhin për të studiuar gazetari, por ku e projektojnë veten e tyre kur sot në treg nuk janë vetëm mediat klasike, siç janë televizionet, gazeta, radio, por kemi një tjetër realitet, kemi edhe aktorë multimedial, siç janë agjencitë e lajmeve online, apo edhe mënyra tjera të angazhimit, qoftë edhe individuale, por duke pasur parasysh teknologjitë e avancuara që ofrojnë këtë mundësi për të kuptuar çfarë orientimi kanë. Dhe ne jemi në studio me 3 studentë, janë studentë të vitit të dytë në këtë departament. Nisim me Lorin Kadiu, përshëndetje. Ana, përshëndetje. Besir. Informacioni vjen falas edhe është lehtësisht i arritshëm nga çdo kush. Lajmi vjen në kohë reale, përditësohet dhe pasurohet kohë pas kohe. Webi gjithashtu krijon dhe mundësinë e interaktivitetit, shpërndarjes në rrjete të ndryshme. Një pjesë e madhe të rinjve shohim që janë shumë ndikuar nga pajisjet e tyre teknologjike, i mbajnë ato afër gjatë gjithë kohës për të informuar qoftë edhe për të argëtuar. Pra audienca po orientohet gjithmonë më shumë drejt mediave online. Ky shtim kaq i shpejt i portaleve online ka dhe pasojat e tij. Në një pjesë të audiencës vjet re se lajmi merret i paverifikuar, çdo gjë që shkruhet merret e mirëqen. Për gënjeshtrimi e informacionit më vonë nga këto portale sjell dhe uljen e besueshmërisë së audiencës drejt mediave. Gjithmonë më shumë han diskutimin nëse janë sakta apo jo, edhe për shkak të kësaj forme tani që ka marrë informacionin. Çfarë thon studentët? Kë besojnë, janë prirur të besojnë me njëherë një lajm që del në web apo të bëjnë një kërkim të dytë të tretë për ta verifikuar? Në fakt, nga intervistat që unë pata me studentët e viteve, nga viti i parë deri në vitin e tretë të gazetarisë, ajo që konstatova ishte se pjesa më e madhe e merrnin informacionin nga interneti. Dhe kur u bëi pyetje që nëse këtë informacion të parë që merrnin ai besonin apo jo, përgjigjja ishte që nëse unë e marr nga një faqe e cila ka rezultuar që është e besueshme dhe është një faqe shumë serioze, priren ta besojnë. Në momentin që e marrin informacionin nga një faqe tjetër, ndoshta me më pak audiencë apo më pak që nuk ka edhe kaq shumë besueshmëri, atëherë mundohen që ta verifikojnë në media tradicionale, qoftë në televizion, qoftë në gazetë. Kush është pyetja e parë që i bëre për të dëgjuar tani një blog intervistave me studentët? Pyetja e parë ka qenë nga e marrin informacionin. Dhe pastaj kam vijuar përgjigja, unë kam konstatuar diçka dhe jam habitur sepse pjesa më e madhe thonin që përgjigjen informacionin e marrin nga interneti, nga televizioni, shumë pak nga gazetat dhe asnjë thuajse asnjë nga radio. Gjithmonë më shumë han diskutimin nëse janë sakta apo jo, edhe për shkak të kësaj forme tani që ka marrë informacionin. Çfarë thon studentët? Kë besojnë, janë prirur të besojnë me njëherë një lajm që del në web apo të bëjnë një kërkim të dytë të tretë për ta verifikuar? Në fakt, nga intervistat që unë pata me studentët e viteve, nga viti i parë deri në vitin e tretë të gazetarisë, ajo që konstatova ishte se pjesa më e madhe e merrnin informacionin nga interneti. Dhe kur u bëi pyetje që nëse këtë informacion të parë që merrnin ai besonin apo jo, përgjigjja ishte që nëse unë e marr nga një faqe e cila ka rezultuar që është e besueshme dhe është një faqe shumë serioze, priren ta besojnë. Në momentin që e marrin informacionin nga një faqe tjetër, ndoshta me më pak audiencë apo më pak që nuk ka edhe kaq shumë besueshmëri, atëherë mundohen që ta verifikojnë në media tradicionale, qoftë në televizion, qoftë në gazetë. Kush është pyetja e parë që i bëre për të dëgjuar tani një blog intervistave me studentët? Pyetja e parë ka qenë nga e marrin informacionin. Dhe pastaj kam vijuar përgjigja, unë kam konstatuar diçka dhe jam habitur sepse pjesa më e madhe thonin që përgjigjen informacionin e marrin nga interneti, nga televizioni, shumë pak nga gazetat dhe asnjë. Është e qartë që një pjesë e studentëve të gazetarisë edhe kur zgjedhin të marrin një informacion dhe nuk e di çfarë ndodh me ju, megjithatë gjëja e parë që bëjnë është ta checkojnë online. Nuk është të shkojnë në bibliotekë për të parë arkivën e madhe të gazetave, apo të shkojnë tek arkiva e një televizioni për të kërkuar akses, por gjithçka online. Do të thënë, a është thjeshtëzuar kaq shumë aksesi saqë duke menduar që çdo gjë mund ta gjesh aty, kjo të shërben edhe si burim informacioni? Lori, Besir. Jepi, Besir. Mendoj se është thjeshtëzuar, por manipulimi është shumë herë më i mundshëm në mediat online, sepse tani shpesh ndodh që lajmi buron nga rrjetet sociale dhe shpesh herë edhe mediat, disa media jo serioze, mund të them, bien prej këtyre gjërave. Ndërkaq që
njerëzit gjithmonë priren që një informacion para se ta besojnë mediat online që nuk ju duket shumë e besueshme, atë informacion presin ta konfirmojmë në mediat tradicionale, në televizion, në radio, ose qoftë në faqe online të mediave që janë më serioze. Domethënë mediave të mëdha që janë ndoshta edhe faqet zgjatime të mediave Për sa i përket deklaratave ndryshme të politikanëve ose përditësimeve në faqet e tyre në Facebook, ka raste që i referohen, por përgjithsisht informacioni merret nga vetë institucionet mediatike. Ka pasur momente që realisht jeni menduar, më mirë të hap llogari edhe një lajm ndonjëherë newsfeedi apo vendosja e lajmeve bëhet më mirë në muret e rrjeteve sociale, sesa të fillosh dhe të kalosh të lundrosh nga një faqe te faqja tjetër, nga një faqe te faqja tjetër. Ana, si e zgjedh ti këtë? Në fakt, ky kalimi nga një faqe te faqe tjetër përveç se ta shumë kohë nuk mendoj se do kenë gjitha të lusin që ta kërkojnë. Nëse shef një informacion në një faqe, për shembull, unë personalisht nuk e marr shumë informacionin nga interneti. E marr përgjithsisht nga televizion, nga lexojmë të lajmeve, por në mëngjes normalisht gjithë kemi atë tashmë telefonat e zgjuara ofrojnë mundësinë që të kontrollojmë gjithaj në internet. Gjithkohës kalo muri. Unë zgjedh përgjithsisht që të përqendrohem tek faqet që janë online, por që janë nga televizionet dhe jo faqet e ndryshme që janë vetëm online. Besir ti takove sot para dite Blendi Salajn, i cili kur e pyete për çështjen e orientimit edhe orientimit burimit të informacionit. Në raport me internetin, i cili gjithmonë në publikun e gjëra masiv ha diskutim, a është i besueshëm, a do duhet të jetë i besueshëm, si bëhet ai i besueshëm. Çfarë thot? Në intervistë do dëgjohet më gjerësisht se çfarë tha. Ti lëm dëgjuesin për qytet. Po gjërat që folën më shumë ishin se sa ndikon logoja, do me thënë kompania mediatike e cila e përcjell lajmin. Në nivelin e besueshmërisë. Po, besueshmërisë gjithmonë. Pastaj audienca që gjithmonë përpiqet që atë lajm ta konfirmojë nga mediat më serioze, dhe një gjë tjetër që u fol ishte anonimati. Anonimati në rrjet është shumë i rëndësishëm. Lajmi duhet të jetë me një emër gazetari, që tjetë lajm sa më i besueshëm, dhe që patjetër e bën edhe një media. Po ka edhe profesionistë komunikimit që mendojnë se të gjithë parametrat që edhe Blendi i përmendi, po edhe ti i listove, duke nisur nga logoja që është shumë e rëndësishme se kush e përcjell lajmin që ka të bëjë si element besueshmërie, deri tek vendosja e emrit gazetarit, i cili po ashtu jep një akses besueshmërie më shumë se tjerët, dhe tek momenti kur ti ke pyetur studentët për një grup të dytë pyetjesh, të cilat ishin, Ana? Pyetja tjetër ishte nëse ata informacionin e parë që merrnin, qoftë nga televizioni, radio, gazeta apo web, E verifikojnë apo jo? Jo. Si të rezultoi? Në fakt, një përgjigje që nga masur tek thuajse të gjithë studentët ka qenë, nëse është një lajm që mua më intereson, e verifikoj në disa burime. Nëse është një lajm që për mua nuk përbën ndonjë interes shumë të madh, atëherë e kaloj. Domethënë shumë pak kam dëgjuar që thonin që e verifikojnë. Ama, megjithatë, e kalojnë duke e besuar, pra ka ndodhur po s'më intereson, apo e kalojnë duke thënë që lajm interneti, sido që tjetë. Nëse do më interesoj, po e shoh më gjë. Është pjesërisht kjo gjë, një pjesë e mendojnë se lajmi interneti dhe nuk e besojnë, një pjesë thonë e lexojnë atë lajm në internet, thonë ok, pas ka ndodhur, ose një ngjarje varet se çfarë lexojnë. Domethënë është ndajen një pjesë me këtë mendim dhe një pjesë me mendimin